Mirëmbrëma dhe përshëndetje për gjithë juve të dashur shikues të Radio Televizionit Liria, prej studios qasjes tridimensionale. Ju falenderoj që edhe sonte jeni pranë ekraneve, po ndani ku më na përcjell. Sot do të flasim për një temë që kam përshtypjen që ka me qenë në interes të gjithëve dhe ka me na shërbyer gjithëve, sepse kemi mundësinë për një diçka që na prek në përditshmëri, na prek në xhepin tonë, shëndetin tonë, për dhe dinjitetin tonë. Do të flasim për të drejtën tonë si konsumator. Me pa çka kanë të drejtë marketet e kur na I shkelin të drejtat tona, prej ndrrimit të çmimeve ndoshta ndryshe në raft e ndryshe në faturë, deri te skadenca e afatave e shumë çka tjetër që fatkeqësisht është goxha përditshmëri. Në studio kemi ftuar një njeri që e njeh ligjin super mirë, është avokat dhe po shpresoj shumë që keni me përfitu të gjithë. Është ky avokat Petrit Ladrovci. Ju faleminderit që ardhët. Faleminderit. Zoti shpërbleft për gatishmërinë edhe për kohën edhe për kundër angazhimeve të shumta që I ki. Kënaqësi është marrë pjesë, faleminderit shumë për ftesën. Gjithashtu me mua është edhe Valentina Leku Gashi, pedagogja jonë e dashur, si zakonisht jemi bashkë, ta shohim në aspektin pedagogjik pse s'ju vjen marrë marketeve shpesh herë me na mashtru. Vale, mirëseve. Mirësi vërteta. Atëherë të dashur shikues, sigurisht ju ka ndodhur dhe juve me shku në market, me bë blerje, me pa diçka që nuk është në rregull. Petrit personalisht jam goxha zhgënjyme, edhe me shumë qef jam të prit që të bashkëbisedim, e po shpresoj që njëjtë edhe shikues. Unë jam aq e zhgënjyme sa në momentin kur dal nga marketi, kur bëj blerje, se kryesisht furnizimet I bëj unë, pa e kqyr fakturën, m'ja hedh një sy, me pa, a u bona I shem, a çka u bo nuk e la. Najherë duket që edhe ato vajzat e arkat ma kanë marrë inati. Çka konsiderohet mashtrim ose shkelje drejtës konsumatorit në aspektin ligjor? Realisht në përditshmëri na ndodh që të marrëm ose të furnizohemi për shtëpinë tonë, për biznesin tonë me gjëra ushqimore, me gjëra tjera që kanë dyqane të ndryshme, sepse kundërvajtjet edhe veprat penale kanë të bëjnë me një gamë të gjerë të veprimeve, të cilat bizneset I bëjnë. Dhe këto veprimtari nganjëherë ndoshta me qëllim, ndoshta edhe pa qëllim I bajnë disa shkelje të cilat konsumatorët nuk janë të vëdishëm. Së pari ndoshta si shkelje mund me thonë që nuk ja kthejnë kusurin aq sa duhet. Ndoshta çmimet I lajnë për shembull 1.99 edhe çat centin e fundit nuk ja kthejnë. Por nëse bëhen për shembull shumë artikuj që shiten në atë mënyrë, biznesi përfiton më shumëti. Por ka edhe shkelje të tjera sa I përket zbritjeve, sa I përket cilësisë, sa I përket emërtimeve, të cilat këtu gabime edhe penalizohen edhe me kundërvajtje, por në rast se ka qëllim edhe të mashtrimit penalizohen apo hynë në domenin penal, të cilat janë edhe vepra penale. Kështu që në përditshmërinë tonë ndodh shpesh të hasum këto gabime që I bëjnë bizneset në raport me konsumatorët. Unë e di që na si popull sigurisht që një pjesë bukur e madhe fajit qëndron të vetë na, konsumatorët. Jo rallëherë na vjen me dëgjuhet vreset për 10 cent nuk bëhet nami. Nuk po kthejna për 10 cent ose për 5 cent se po më kushton me kohë. Deri te ekstremi që nëse ti lufton I padrejtësi të arka, kthehen krejt mbrapa dhe të shikojnë me një pamje të çuditshme në kuptimin që qysh nuk po të vjen marrë, më na vonu gjithve për 1 euro ose për 50 cent. Domethënë është kjo mendësi po ndikon që marketet për herë më shumë me pas të lirë terrenin edhe me vepru me neve ndoshta qysh të dojnë. Në këtë raport mendoj se janë dy gjëra të mira. Nëse na vëdësohëm edhe I kërkojmë të drejtat tona te marketi, e kërkojmë drejtën tonë edhe mbulohem për ata që e na shkel, dhe në dy vëdësojmë edhe shitsin. Domethënë këtu janë dy drejta, një e përmbushëm të drejtën tonë, e kërkojmë atë pjesë dhe dy e vëdësojmë shitsin lidhje me konsumatorët, edhe me neve, po edhe me konsumatorët tjerë. Për shkak se ky mosbesimi që është krijuar prej blerësve tek shitësit, të gjithëve nështë na bën që kur të shkojnë shtëpi të kqyrëm fakturat, sepse ana kanë vjedh diçka, a ka qenë çmimi I zbritjes, siç ka qenë në raftet të caktuara, dhe këto I vrejmë pasi të shkojnë shtëpi, por nganjëherë mund të jetë edhe vonë. Po pse mos të shikojmë faturën të cilën neve na ulshu për secilin produkt,
sepse ne produktet zakonisht i mbajmë men, cilat janë ka produktet me zbritje, sepse edhe është rregull se çmimin e çdo produkti për shembull me zbritje do të jetë ose lart pjesës së çmimit ose poshtë, por asesi në pjesën brenda, sepse mos të duket çmimi paraprak, duhet të jetë çmimi me zbritje i caktuar, gjithashtu duhet të jetë edhe data e caktuar. Prej kur deri kur është ky çmim i zbritjes, sepse edhe nëse në programet e tyre, se zakonisht marketet apo bizneset arsyetohen se ky produkt ka qenë zbritje deri dje dhe kena harru ose kanë harru punëtorët. Po kjo përveç e shkelje dhe mund të ankohen secili qytetar të inspektoriati i tregut, të inspektorët e tregut që janë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, nëse kanë pasur qëllim pronarët apo menaxherët e tyre, qëllim mashtrimet konsumojnë edhe veprën penale që është mashtrimi i blerësve. Pra shkelje qenka që edhe nëse gjatë një çmimi që është reklam, që është një çmim i lirë, nëse nuk është caktuar afati 50 ditë në cilën ditë që është shkelje apo? Po, është shkelje sepse ligji decisivisht thotë se zbritja duhet të jetë e qartë për cilën produkt është zbritja, përveç saj duhet të jetë caktuar afati kohor prej kur deri kur, sepse aty krijohet konfuzion, sepse zbritja duhet të jetë për një kohë të caktuar, se nuk do të jetë pa kufi. Kështu që duhet jetë edhe distanca kohore për prej kur deri kur është ky mall në zbritje, ky produkt. Se kujtoj që kum pa një herë. A din që ka qenë i caktuar për kësaj dite din këtë ditë. Po, se ç'është din konsumator për shembull deri cilën ditë len aty. Nuk kusht kjo fizikisht kur të heksh edhe kur të qesh. Zakonisht të qesin këto, kurdo që e qesin është me zbritje dhe kurdo që e hekën nuk ka zbritje, por nganjëherë këto lojra ofrohen zakonisht prej marketeve të mëdha që duke u thirrën atë se e kena harru produktin me hek prej ose zbritjen me hek nga produkte dhe atje kur shkon kasë është tjetër çmim, kjo është njëra ndër shkeljet më të shpeshta që ndodh. Kjo është që vrejmë shumë shpesh e hasim në përmarketet tona që çmimi është ndryshe te rafti e ndryshe te arka. Edhe që kjo nëse kish pas një ligj që ndeshkon qëta tek shitsi, pra veçin ka ligji, po na që do thotë që na qytetarët nuk hulumtojmë shumë rreth drejtave tona, e që mire të ceki ganja ma heret që na thjesht i bajna konsumatorët më ndi keq me kërku drejtën e tyne. Që është të lashe me madhe që kanë. Avokat, çka pëson marketi nëse na si individ, si blerës në këtë rast, ose ku duhet me orientu? Spari të tregojmë procedurën të cilat qytetarët apo konsumatorët duhet të ndjekin. Momentin që e një produkt me zbritje, edhe në kacë pagun tjetër çmim, atëherë duhet të bëj fotografi në produktin dhe në çmimin, duhet të kthehet. Duhet të kthehet dhe të bën fotografi në produktin që është zbritje dhe të bën fotografi edhe faturën të cilën në kuponin fiskal, të cilët ju ka lëshuar mall. Çto dy fotografi ja çon inspektoriatit të tregut, që është në kuadër të Ministrisë së Tregtisë. Kjo ankesë mund të shqyrtohet edhe online, mund të bëhet dhe mund të parashtruhet online. Nuk ka nevojë me shku, nuk është ndaj kohë e caktuar si të shkon në shtëpi, mundet me procedurë tutje dhe Ministria e Tregtisë, konkretisht Inspektoriati i Tregut, ja kthen përgjigjen që ai e ka për detyrë me shku me inspektu biznesin e fjalë dhe e shes që fatura ka qenë ndryshe, zbritja ka qenë ndryshe dhe atëherë gjobitet biznesi, gjobitet me gjob. Por në rast se ka pas qëllim pronari i biznesit apo menaxheri i biznesit të i qetë lajthitje konsumatorët apo me qëllim të mashtrimit. Kjo është vepër penale dhe mund të inicohet edhe në polici dhe në prokurori, gjë që ka ndodhur ndoshta raste shumë të rralla, sepse shtjerrin që anën administrative, po kur jo penale, sepse edhe këta jo penale nuk e din bizneset. Andaj nga studio ju kisha bë thirrje që këto mashtrime mos bëhen me konsumatorët për shkak se konsumojnë vepër penale. E cilët janë ato hapa që të bëjnë me kuptu që është mashtrim me tendencë e jo thjesht neglizhencë, se ata arsyetohen. Jo rallëherë më ka ra me përjetu të tilla gjana, që ku i kam edhe të fotografume, barkodi i njëjtë, çmimi me zbritje i njëjtë, kur shkova te arka, para një jave, një vaj ulliri dashta me marë, me çmim 3-4 euro ma shumë. E bona një faqë zhurme, zatën edhe që ajo kja arsyeja që dashta
me bë këtë debat pikrisht me këtë temë, na ka ardhur një punëtore e re edhe e ka bë gabim. Qysh ka mundësi një gabim që kaq madhor me u bë për një punëtorës thjesht, që i ngjet çmimet. Përderisa dhe barkodi ishte i njëjtë. Realisht nuk është vetëm përgjegjësia e punëtorëve të thjesht, sepse ai sektor ka menaxher, ai biznes ka menaxher, sado i vogël ose i madh që është. Kështu që përgjegjësia nuk mbetet vetë ai punëtor që ka arru me largu për shembull çmimi me zbritje. Atë do të kqyr menaxheri dhe nuk tash si vrehet për shembull që ky mashtrim është bërë me tendencë apo për arsye të përfitimit. Këtu merren deklarata punëtor, pse si ke hek? Nëse se ka hek, ai thot për shembull menaxheri më ka thonë mos me hek edhe sot. Edhe pse koha e zbritjes ose afati i zbritjes zakonisht i shënojnë në fletushka. Afati i zbritjes këtyre çmimeve është prej kësaj date deri në kësaj datë. Nëse konsumatori e heton se ky produkt ka zbritje, apo është aja fleta zakonisht e verë që ka zbritje, edhe e kanë la jashta aty në datave, atëherë kur do që të bëhet një intervistim i një punëtorit, kur e ka qitë ato, edhe ati blerësit, atëherë mund të jetohet se kena mashtrim. E këtu mashtrime arsyetohen zakonisht se ka arru punëtori, apo nuk e kanë hekur me ku, po si do që tjetë këtu mund të jetë edhe vija e hull penale që konsumon vepër penale, e për vepër penale edhe shkohet në burg. E tash qyshme e ditë që është vepër penale? Momentin që ka... Të shtojnë apak edhe bizneset se definitivisht pa abuzojnë? Realisht, ka pasur shumë ankesa sa i përket këtyre çmimeve. Por ankesat janë trajtuar gjithmonë me kundërvajtje. Po kundërvajtja nuk e zbej procedurën penale. As nuk e shmang. Nëse në rast se vërtetohet edhe me kundërvajtje se ka pas qëllim, në kundërvajtje ka pas qëllim që të mashtrohet. E konstatoi inspektori i tregut që ka pas mashtrim. Atëherë këto mund të ndiqet edhe penalisht. E penalisht është, domethënë, veç duhet të vërtetohet qëllimi i shitësit apo qëllimi i biznesit apo pronarit, menaxherit biznesit që ka pas qëllim për të mashtruar blerës. Veç qëllimi. Momentin që qëllimi vërtetohet, edhe atëherë mundet me pas përgjegjësi penale. E këtë përgjegjësi penale nuk e din bizneset, nuk e din as menaxherët, nuk e din as pronarët e tyre. A ka përgjegjësi penale vetëm biznesi apo e ka ligji direkt edhe menaxheri? Realisht kushdo që ka faj këtu, se kjo kryhet me dashje. Kushdo që ka faj këtu, kushdo që i kalon, për shembull pronari ka mundësi që mos të den për shembull për çështjen e këtyne hiqjes të çmimeve me zbritje. Po kushdo që ka pasur dieni, për shembull menaxheri, i ka thonë dikujt leje edhe sot që të shesum këto produkte, edhe në ato raste për shembull konsumojnë vepër penale, por kemi sot edhe rastin e frest me orat e kecit. Për shembull, mashtrimet që të bëhen për shembull, që janë bën ndrrimi ora për përfitime për shkak të orarit të çmimit të energjisë me të lirë dhe me të shtrejtë, nëse vërtetohet apo është vërtetuar se është bërë me qëllim të përfitimit nga mashtrimi, atëherë konsumojnë vepër penale, edhe për ata edhe prokuria ka hapur hetimet lidhur me ndrejtim kësaj vepre. Me qenë themi të që kjo, edhe definitivisht vërtetohet që këtë manipulimin me ora vërtetohet ka është faj, a kanë drejt për kompenzim sa qytetarët që ka marrë kogja shumë para për kohë gjatë? Apo jo? Absolut. Domethënë i kena këtu dy procedura, janë procedura për kundërvajtje dhe procedura penale. Për shembull të lidhur të orat e kecit, është duke zhvilluar edhe procedura kundërvajtje nga inspektorët e Ministrisë së Tregtisë. Inspektorët e tregut duke i verifikuar këto ora. Po kjo nuk e zbej edhe procedurën penale, sepse në procedurën penale hetimet zhvillon prokurori apo policia me autorizim të prokurorisë në rast se ka dyshim të arsyeshëm që është konsumuar një vepër penale. Por në momentin që dalin fajtor ose nga inspektorët e tregut apo edhe nga gjykata si fajtor lidhur me këto mashtrime, atëherë secili konsumator ka të drejtë ngritjes së padisë në gjykata civile, sepse kjo është marrëdhënie juridike civile, edhe të ngrit këtë çështje dhe të bëj kërkesën për kompenzimin e dëmit që u shkaktuar. E gjithashtu duke llogaritur edhe shpenzimet e procedurës. Kjo nxitje me shku me këtyr orën në rrymës ku shkojnë banesa, më na do të më shku njerë në një blok me.
Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Të dashur miq, që rikthyer në studion e qasjes tridimensionale, ku po flasim për të drejtat tona si konsumator. Sa padrejtësi po na bën marketet, cilat janë drejtat tona, çka konsiderohet mashtrim, çka mundemi me bën na që me i largu të gjitha këto kushtimisht po them manipulime që din shpeshherë me na bë prej bizneseve. Avokat, na si popull jemi të mësuar që kur bëjmë diçka, qoftë edhe një ankesë, me prit diçka në këmbim. Rrallë herë bëjmë një punë të saktuar ose një vepër për duke parë në kohë, domethënë afatgjate, për me prit fruta në të ardhmen. Prandaj edhe nëse online është, nështë aty digjen rrim telefon, po nuk e adresojmë ankesën në institucionet përkatëse. Kjo mundet me qenë edhe për shkak të mungesës së besimit që kemi në institucione, fatkeqësisht. Sepse në vedijen tonë mendojmë që në momentin kur shkon inspektorati në një market të madh që i kanë milionat, për ato kur gjë nuk është me ia dhënë bakshish të vogël edhe me mbyll këtë çështje. Domethënë kjo është realiteti prej cilit na ndikohemi edhe nuk bëjmë as ankesa. Po a ka diçka që neve na e kthen qoftë me na motivu që në momentin kur na e bëjmë një ankesë, vërtetohet që jemi mashtru. Për shembull, personalisht më ka ndodhur në një market me pagu me kartel, edhe më ka thonë ajo arkistja tha nuk po funksionon, e kom pagu edhe me para kesh. Kur kom shku në shtëpi, më ka treguar në aplikacioni që janë tërhek prej X marketit kaq parë. Jam kthy në market dhe besoj që ajo çfarë çështje zoj nuk është e mundur. Domethënë nuk ja kum pas unë, si qytetare bërgj, më ja fal 2 orë marketit. Me gjithë këtë intensitet, domethënë dinamik të jetës. Tash mu ka hub koha, jam bë nervoz, jam stresu, jam lodh, çka marr në këmbim të qësaj. Tash edhe nëse është neglizhencë, me dhon një farë llogarie, hiç bile një satisfaks me ta dhënë me veti, kushtimisht po them. Puna satisfaksionit apo kthimi e atij mundit duhet kalkuluar, apo secili konsumator që sot na ndëgjon duhet me marr këto për bazë. Ne jekun tu kërkuni drejt tonë. Realizimi i kësaj të drejtës duke kërkuar është përmbushje vetes. Kështu që ne e përmbush veten me çat përgjigje. Zakonisht organet që ku ankon ata kanë për obligim me të raportu, me të këty një përgjigje, çka është ndërmarrë me biznesin e fjalë. Kështu që në momentin që ka një përgjigje pozitive, edhe është gjobitur biznesin e fjalë, është shkuar inspektimi në biznesin e fjalë, i ke vetë me ankesën tonë, i ke vënë lëvizje. Kjo do të thotë përveç përmbushjes tonë personale, duhet jetë edhe kontribut për shtetin, sepse ti duke kontribuar në mënyrë që mos të ketë ndonjë konsumator tjetër ndonjë penalitet të tillë. Kështu që në raport me veten ti përmbushesh, në raport me shtetin ti kontribon se të ketë drejtësi edhe për konsumator tjerë, që mos të lajmë biznesin të bankë si shkelje administrative të cilat secili qytetar i kushton në xhep. Kështu që është kontribut, nëse ka qenë për shembull koha e luftës, nëse ka qenë është patriotizëm për të luftuar, sot është patriotizëm të luftohet në drejtim të drejtave tua dhe në drejtim të drejtave të tjerëve. Kështu që do të kalkulon secili
kontribut për përmbushjet veten edhe kontribut për shtetin. Shumë mirë thatë se për drejtat tona ka njerëz që luftojnë, po jena pak. Sinqerisht, se ka shumë njerëz, nëse unë e tjerë duke tjetër shikojnë fakturën, jo krejt konsumatorët të shikojnë fakturën. Madje ka shumë konsumatorë që edhe nëse kanë pa fakturën, kanë pa naj mashtrim që është ba, nuk thejnë se i vje keq më këthy ato dhe e zakonisht këta din me manipulu qaq keq më mbledh, me menaxher, me punëtor, me krejt, me të ba muni, si kur ti ke mbane ku me ti qëfar shkeli atë, a në fakt jetë të kërku drejtën tane. Edhe mos u përballë me qëta heq, konsumatori nuk shkon heq. Ma përpara domethënë i lënë pa marrë parasysh sa më pyetje janë sa pare, qoftë 2 euro, 3 euro, 5 euro, s'ka rëndësi, nështë e hupë që ato, domethënë i pranon me i hupë, sesa me shku më përballë me krejt ata, pavarësisht është e drejta jote, po kërkon drejtën tane, ti kur përballesh me tanat ekip të njerëzve, ndihesh në faj, kështu që nuk shkon heq. Pra është rëndësishme që sadopak që jemi na që i shikojmë fakturat, na që kërkojmë drejtat tona, me kërkuar drejtat e aty në tjerëve që nuk i shikojnë. Natyrisht konsumatori ka drejtën me qenë naivi më i madh në botë. Unë mund të me qenë naive, unë mund të mos me ditë, as me lexu mesazhin gjymtar për bankës që mu kanë tërheq parat për marketit. Ama marketi si market nuk guxon me bën që ta. Ai duhet me punësu njerëz që dinë, edhe me përdor kartelën aty, edhe me të ndihmu, edhe me të mbështet, edhe me u kry pakesa në formë të rregullt. Po prapë se prapë këto janë dame që e prekin xhepin, po nuk e prekin shëndetin. Na kemi edhe probleme shumë dhaja me marketet tona. Diçka që drejt për drejt mundet prej marketit me të përcjell për infektiv, për që kë. Ndodh shpesh me pas produkte me afat skadum për 1-2 muaj nështë edhe është në raftin e marketit. Edhe pse e praktikojnë, kom dëgju që e praktikojnë disa markete që javnalin në pagë punëtorëve, nëse nuk e i njoftojnë për produktet që në raft edhe që kanë skadu, po me gjithatë, marketi është dasht me e mbajt përgjegjësinë. E kum pas një shart që pa ta gjiru, pa ta bledh maz, 1+1 gratis, edhe kur ke shku në shtëpi me orë nuk ju ka hek shtëpis era, do më thonë qashtë prishun atë dyjat. Tash kjo 1+1 gratis, ka shumë mundësi me u bo me tendencë. E kanë pa që pikthejnë 2-3 konsumatorë, ose nështë e kanë hapë edhe vetë, edhe ta provojnë fatin. Tash ka shumë njerës që për 6 euro pritën me u kthy prapë market, ose ka të pamundur me u kthy prapë market. E në raste si kjo, prapë do të me shku gjitha këto procedura, apo ka na i denim, nuk e di pse, po kom shef më denu pak si ma shpetre. Madje ka edhe raste, nuk e di sot sa ndodhin, ose nashta ndodhin e gjithmonë më shefen, po në po flas për raste kur një afër milioni ka punu me një X biznes, po që normal që s'po du me përmen me emën, ku mishi i pules ka qenë komplet i mykun, ta i kemi marrë, i kemi pastru, i kemi shkri komplet, i kemi pastru mirë, i kemi fut prapë për ngri në frigorifer dhe i kemi qitë për shitje. Ka XX raste që nështë nëse e marim një punëtor edhe intervistojmë pa i tërgu emnin as biznesin, kena shumë që ka dëgjojna. Edhe jo nuk është aksidentale që na kemi kaq njerëz të smurë, s'është normale kaq numër i vogël njerëzve e kaq shumë raste të smura. Kur jemi këtu më kujtu edhe një punëtore një marketi, tha me qetë brushave, na ju thojna qetë pa vitia, e lajmë së gjukat, edhe këtë rast e hekim mykin prej edhe i pastroj me i qesin të shqipë. Edhe fatkeqësisht me i po depot të marketeve, beso që ndodhë. Tash ne që kemi dëgju që të raste, unë nuk moj me ngrit, kërkon që çështje derisa, ose me dërgu të drejtësia, derisa unë nuk e kum pa vetë. Nësa rast, njerëzit që janë përballë drejt për drejt, ata nuk e marrin guximin me dalë me inicu qit rast. Qysh mi abona këty në raste? Që me i rujt njerëzit, ideja është me i rujt njerëzit, mos më helmu. Për ata thash edhe më herët se secili qytetar duhet kontribuoj në shtetin e vet. Kjo është njëri ndër kontributet të cilat ai e mbron vetveten, e mbron familjen e vet dhe e mbron rrethin dhe shoqërinë. Kështu që secili qytetar duhet të reago. Mundet edhe anonim me shkru, edhe secili punëtor. Andaj baj thirrje secilit punëtor të secilit biznes, të cilët heton që ka pa përgjegjësi, sidomos nga konsumimi apo nga shitja aty në produkte që nuk kanë afat. Te e lajmëron inspektoriatin e tregut, edhe në mënyrë anonime, dhe të ndërmerren masa për shkak se ligji për mbrojtjen e konsumatorëve të thotë shumë qartë. Ato produkte që janë me afat gati apo duke skaduar, po ka afër skadimit, ato duhet lihen në vend të veçantë.
edhe duhet shkruar kur është afati i skadencës. Për shkak se ligji thotë që duhet të jetë i njoftuar konsumatori edhe me përmbajtjen, po edhe me datën e skadencës. Kështu që në raste konkrete, nëse ka produkte që janë të skadume apo afërsisht kryhet nesër skadimi edhe ata mundohen të shisin edhe në rastet e tilla mund të bëjnë dëm edhe shëndetit njerit, atëherë mund të ketë përgjegjësi penale. Madje raste që këtë afatin e skadencës e fshin me aceton të thajve që e fshin thajt, i vendosin afat tjetër, domethënë që nuk është ai reali, po i vendosin këta sipas dëshirës së tyre. Ka raste pa fond, ndoshta dhe ju keni dëgjuar. Realisht kam dëgjuar dhënë, ka raste pa fond që manipulojnë me, domethënë në biznes, brenda biznesit e ndryshojnë atë afatin që ka hedh kompania në shitje, mandej ndryshojnë këta vet. Si raste ka pa fond që kemi dëgjuar. Rastet e tilla përveç që janë kundërvajtje janë edhe vepra penale. Kështu që do të mendohet mirë kushdo që e shlyn afatin, edhe pe punëtorëve. Për të më bë thirrje na kretat në punëtorëve se na kemi një telashe. Nëse na e dim që ky produkt është i keq, hajtë sonë s'ka me blenë, shpetam se hajnë, le del në shitje. Jo. Nëse na i shumë përballë që një joni mu smu, me shku, mu trajtu të mjeku, e këshim pas sa ranë, sa edhe më shme është, atë reagujmë, atër është vënë. Është rëndësishme që, sinqerisht, me i bë thirrje për këtij emisioni që secilit punëtor, sepse më shumë se punëtorët na nuk mujna me ditë, ata që janë direkt u përballë me çto. Me i bë thirrje që me inicu çto raste. Shumë mirë thatë, me i raportu. Shumë mirë thatë jo nuk ka nevojë me dalë me emën, po edhe anonim. Pra mundet edhe anonim. Atë nëse kjo është mundësia aty ne mos me lanë sepse na po dëmtohemi, po dëmtohen fëmijët tanë. Kto nuk është vetëm madje kena edhe raste tjera kur nuk e di kjo ndoshta nuk është ndaj rast ose ndaj që do të më përmend për të keq, po ka shumë raste kur për shembull se blen rroba, edhe thot ekip, po e zam një bluzë prej 15 euro në 10 euro. Nësa ku e sheh për funi letres me çmim, për një me ka qenë 10 euro. Veç që kanë bërë sikur reklama din, edhe kjo është një farë manipulimi. Kjo është mashtrim direkt me blesë, kjo është vepër penale. A që e konzësh atë letë, që do, ama kësë rast e këmë pa dhe vetë. është edhe vepër penale kjo, absolut, që si të vërtetuar që kjo është vepër penale, edhe për shta dhe bizneset nuk është që janë përballë me vepra penale të tilla, për shkak se mos ndjeki se nga njëherë nuk i din edhe pasojat e këtyre elementeve mashtruese. Sidomos, edhe gjithashtu, edhe punëtorët, momentin që e shlyni afat skadencës, edhe ai mund të jetë përgjegjës për kryen e veprës penale. Pa, do të më njoftu dikush këto biznese që nëse vepron që tonë që kjo pasoja, ndoshta s'po tham që secili me pas një avokat vetin, po të paktën kur të marrin leje mu njoftu me pas diçka që mu njoftu çka kanë drejt me vepru biznesin e tyre çka jo. Ka na thojna e ku e shmjat korit. Shumë e vërtetë. Po besoj që ata nuk e di. Pa ata këto e bëjnë me vëdjet plot, përderisa jemi popull që nuk reagojna, që nuk bojna ankesa, që nuk e kena prioritet të ardhmen, po veç sot që shpo kaloj. Që shpo fitu. E jena në gjendje me i kalu me orë tona në rrjetet sociale, po ju me e bani ankes, e që tash kisha dashur me i përmend, do më thonë, edhe me e nxjerr djemt në ekran ta më në faqen ku mundemi me i dërgu ankesat, po ndërkohë që Folki Valentina, unë e gjeta një foto që e ku më bon me 7 shkurt 2026-ës, në gjyrat flogëve, që kanë pas afat prej 14/3/2022 deri me 14/3/2025. Do më thonë në mars të 2025 si ka dalë afati në gjyrës flogëve, a unë e ku bë fotën me 7 shkurt 2026. Do më thonë fix për bjen bashko me jaqu regji, se në ta qetë në ekran, për bjen 11 muj produkti me qëndru pa fat, edhe ato kogja market me emën është. E kjo më me ka damshme që edhe me raflak, për shkak të... Pare shtetit... Ka ke raportu? E kum raportu, po në komendu që inspektorati i komunës do të më marrë me këtë qështje, e mandej e kuptova që i tregut edhe mos më trajt edhe në shtasit gjithë tjertë të prit me boni diçka pak më të madhe e kum lënë krejt. Realisht nëse se qytetar. Po veç në momentin kur kum reagu edhe kum thonë shitjes që kum pa që mas 5 minutave janë largu prej raftit. Kështu që edhe ky një kontribut modest, mi mbrojt krejt ato gra që ngjyrosin flokët, mos mi ura 10% më në mujen. Edhe pse mi raportu e këshin marrë një gjobë të mirë, kështu që kishë qenë mësimi mirë për biznesin në për të ardhmen, sepse na e vedesojmë. Po thua, se në herë kom përshtypjen që prap
dikun nuk ka mundësi një market me guxu me bë krejt këtë shkelje, nuk ka mundësi, po sigurt i manipulojnë edhe vetë ata inspektorë që i shkojnë se besëm që nuk ka mundësi mbrena mujit mos me i pa një 5-6 parregullsi edhe këgjat mëdhaja. Po secili reagon për çdo shkelje. Bëm popull që reagojnë për të këqijat. Kështu që secili do të reagon edhe kemi pa mas një kohë ka me ardhë si secili biznes ka më kujdes për pjesën e vet, sepse edhe përmene për shkak të gjobave që ju caktohen punëtorëve nëse ata nuk i largojnë për shembull. Tash edhe kjo shkelje, sepse punëdhënësit nuk mundën mi shqiptu gjoba punëtorëve ose mi anal në pagë. Është vrejtje që jepet, vrejtje me goje që duhet shkruar, edhe vrejtja me goje, tani është vrejtja me shkrim, të e largo punëtorin, po asese nuk mund është me ndalë parën në pagë. Kjo është fiks realitet. Po kjo është shkelje. Kjo është shkelje tjetër. Nëse vetë produkte janë pa afat në qatë sektor ku punon një zonjë ose një zotri, atëherë qatë shumën e qatë në produkteve janë dalin marketet. Jo, kjo është shkelje nga marrëdhënia e drejtës punës. E çka mundet me fitu një punëtor i marketeve në rastet e tilla nëse e pa ditë biznesin? Për shkelje drejtave të marrëdhënieve të punës, mund me fitu qatë kompenzim që ja ka nalë. Nëse ja nalin pagë qatë pjesë, po e hu vendin e punës, po. Edhe e zgjedh me hesht, fatkeqësisht, një zinxhir i të lasheve që i kena një Desa ta bëj një pyetje rreth më herët e ceket që thatë për shembull nëse një çmim është 1 euro 99 cent, e qatë një cenë që gati kur se marrin konsumatorët, gati jo po thuj se kur se marrin. Kemi dëgjuna që ka një, se këtu nuk është në pyetje 1 cent, është në pyetje miliona cent nga secili qytetar që bën, dhe bën një shumë e madhe ose një pasuni e pa drejtë dikuj, nësa çdo bizneset që nështë mas një viti fitojnë një shumë të madhe të parash për këtyre centve, a kanë të drejtë ata, a ka dikush i merret me këto fitime që kanë marrë, apo a do të shembull në bazë të hyrave që kanë fitimin, e sa centat që s'ja kanë dhënë konsumatorëve, apo thjesht është fitim i tyre dhe s'ka nevojë kërkosh në përzi. Realisht momenti që ki pare më shumë ka se sa në program aty pare edhe mund me marrë me shti në gjep. Secili. Po me nej, secili biznes, i merr ishte në gjep edhe nuk e evidenton, sepse ato pare janë të jep, si me thonë bakshish. Si dhurat, po. Po, si dhurat që i jep. Po tash për shembull tash i ki edhe keset me pare në markete. Atëherë, nëse për shembull 2 cent ja lën edhe 3 cent e blen një kese, ty kesën s'ta jep pa pare. Biznesi biznes që ka qarkullim. Milion shty kesën pa pare nuk ta jep. Kështu që dhe të vedisohet secili mos thatë biznesi, se e ka për detyrë, me pas edhe të pare të imta, të ja kthen secili qytetare të centit. Momenti që ja qet një anë thonon se kjo është ma shumë psikologjike, pse se kanë lënë një produkt 2 euro, po kanë lënë 1,99 ose 9,99. Kjo është ma shumë psikologjike që e kanë përdor. Okej, nëse e ke përdor psikologjike, për mos me ju dok qytetarit shtrejt, do të më ja kthy çdo cent. Cent me cent. E kur jemi të peshorja, veç mas në ata që praktikojnë e din që kjo është një çështje shumë madhore, edhe në aspektin fetar. Lësht ajet kuranor, mirë ata që mangu të lanë peshorën. E në marketet tona, jove që ndodhë mos me pas peshorët në rregull, po në i herë blinë molla, po veç kur e shetë e arkat, ka lënë kashkavall. Në rastet tilla, a mundemi me prap me inicu si diçka që është mashtrim, apo veç thojnë e punëtorja të arka, kishë nejtë notën pa gjumë edhe ja ka huqë. Sinca është që edhe sa i përket peshorave, edhe peshore duhet të jenë që mosin mirë. Momentin që një peshore haset që nuk matë mirë, edhe sepse këtu banë edhe me qëllim, edhe nëse peshoren e kanë ofruar në atë formë që me matë për shembull kilogram ma shumë, e sasi ma pak, nuk korrespondojnë njëna me tjetrën, ajo është mashtrim. Përveç kundërvajtjes mund të jetë edhe vepër penale. Kështu që edhe këtu ka shkelje. Peshoret do të jenë, domethënë, shumë të sakta, mos themi që me kanë gjithë elektronike, po duhet të jenë të sakta, 100%. Përndryshe ka shkelje, sepse dëmtohen konsumatorët. Në momentin që dëmtohen konsumatorët, atëherë kemi shkelje. Kështu që edhe këtu gabimet mund të jenë, janë njerëzore, teknike, po gabimet s'duhet të jenë me qëllim, por edhe duhet të evidentohet apo të hiqet ai farë se jo ka harru punëtorja, ka gabu punëtorja, sepse nuk mund është për shembull kem gabime ndoshta 100 ditë nga një biznes. Qysh gaboja 100 herë në ditë?
Si deri ta. Si çdo javë për shembull ka zbritje. Kur ka fletushka për shembull, qesin fletushka, çmimet zbritje. Kur shkosh atje nuk e gjan me zbritje. Kjo është tipik mashtrim. Për këta duhet ndjekur edhe në rrugë penale, përveç kundërvajtëse. Avokati më tregon tash rrugën, unë jam konsumatori, u përballa me një padrejtësi, me një shkelje, i realizova fatat, çka mundem me bë edhe ku duhet me përcjell që ta qesim edhe në ekran faqen e inspektoratit. Zakonisht, momentin kur të has këtu, edhe nuk korrespondojnë çmimet e zbritjes në raft, me çmimet e faturës që e ke ble, apo të kuponit fiskal, atëherë kemi të bëjmë me mashtrim. Momentin në rastet të tilla, ja dërgojmë, për shembull, është online faqja edhe ankesat e konsumatorit, i ngarkon fotografitë edhe përshkruan rastin, përshkruan biznesin ku është në fjalë. Edhe e përshkruan vendin, cilën se mund me ka një biznes, mund me pas 3-4 lokacione të biznesit të tillë, zakonisht marketeve, kështu që e përshkruan marketi kur u kanë, ora sa prafërsisht edhe pse korrespondon në kupon fiskal zakonisht është ora, edhe inspektoriati tregut e ka për detyrë me dalë në teren, me verifiku rastin, edhe me të raportu lidhur me të gjeturat e ankesës tënde. Nëse mendon që është mashtrim me qëllim, mund të konsumohet edhe vepra penale, e që veprat penale ndiqen përmes policisë me shku me bë kallëzim penal me gojë, apo në prokurori, apo me kallëzim penal me shkrim në prokurorinë e shtetit. Aja duhet në ndërmarr hapa. Konsumatori qëndron i mbrojtun, se ka shumë njerëz për shembull që pritën me inicu prej frikës që thotë ajo është biznes, ajo është vetë shteti, që shko me... Realisht tash pjesa e mbajtjes së frikës është çështje më shumë subjektive, secili njeri ka atë frikën e vet, po frika bartet për srani. Tash nëse thojmë nuk ka arsye me frikë. Po jo, s'ka arsye, absolut s'ka arsye me friksu, se na jemi tu jetu në shtet që duhet më të mbrojt. Kështu që është kjo faqja e Facebookut? Nuk e di, sa i përket nuk e di, unë për shembull mund me hyrë. Po, mund me qenë, po është në Google faqja e Ministrisë Tregtisë sa i përket mbrojtjes të drejtave të konsumatorit. Unë kam pas më herët, them se tash nuk është që po absolut, kjo faqe është edhe... Atëherë, veç sa për kurreshtje, domethënë se për ndryshe përcjellit e regjia edhe të shohim... hapat të cilat ndërmarren edhe dikon në fund e ki rubrikën të cilën. Kështu që secili konsumator mos të frikohet të raporton, sepse përveç drejtës tina që përkërkon edhe një sensibilizëm të gjithë këtyre bizneseve që bajnë mashtrim. Kështu që s'ka arsye edhe për më friksu, sepse kjo është kontribut ndaj vetës, ndaj shtetit dhe ndaj shoqërisë. Avokatun, falenderoj shumë. Ke shumë kënaqësi, koha shkoi tepër shpejt. Na duhet me mbyll, falem se të kam metur diçka më rëndësi. Në fakt na patëm shumë me diskutu me avokatin, sinqerisht falenderit shumë që e kënda ku për neve, uroj që kemi gjetë prapë ku në herë tjetër me diskutu në çështje tjetër, sepse e kam pa që kishte një bagazh të madh të njohurish, e që na kemi nevojë, po sigurisht që kanë edhe shikuesit shumë nevojë me dëgju prej teje. Kësaj radhe patëm për shkurt, po morëm disa informacione shumë të nevojshme. Na diskutuam një temë që secili prej neve përballet çdo ditë nëpër tregjet tona. Edhe realisht secili prej neve ka rastis me u manipulu ndonjëherë ose mashtru ndonjëherë me çmime, me gjithçka tjetër. Kështu që na e mësuam një rrugë që është me arrit me mbrojt veten tonë edhe familjet tona nga mashtrimet që bëhen çdo ditë. Edhe për mua është kënaqësi, gjithmonë kënaqësi është kur e dim që mund të shërbejmë këtij populli, edhe mendoj që kem arrit apo kemi përçuar mesazh që të secili konsumator të vëdësohet edhe të kontribon në një farë mënyre lidhur me veten e vet, shoqërinë edhe mjedisin ku jeton. Faleminderit. Të dashur shikues, ju falenderoj të gjithëve që ishit bashkë me neve. Tu shpresu që kemi mri me dhënë një kontribut modest në vëdësimin tonë si shoqëri për të drejtat tona elementare, për me rujt gjepin tonë, shëndetin tonë, po edhe vetën tonë. Jemi të shku kavera në korreket, mos lejojmë që me hongër çokolada pa afate me përfundun infektiv. Po, mos mi leju as me në mashtru, se fundja na dim ku me i qu parët e tona, ju më në kallëzu marketet. Ju falenderoj shumë edhe po shpresoj që tash e tutje gjitha ato parregullsi ose padrejtësi që i shihni në markete, keni me shfrytzu rrugën online për me i bë ankesat, bashkë ta ndryshojmë Kosovën tonë të dashur.